Nuk do ta besoni ja çfarë i ndodh trupit tuaj nëse nuk bëni dush për 2 ditë. Bërja e dushit tashmë është kthyer në një zakon që respektohet nga të gjithë, por ndonjëherë mund të ndodhë që për shkak të mungesës së kohës të kalojmë edhe 48 orë pa bërë dush. Kjo gjë mund të jetë shumë e dëmshme për trupin ton. Të paktën sipas një studimi të kryer së fundmi, autorët shprehen se mungesa e dushit për 48 orë mundet të sjellë një rritje të numrit të baktereve në lëkurë. Në trupin e njeriut ka 1000 lloje të ndryshme bakteresh dhe kërpudhash. Sigurisht, pjesa më e madhe e tyre janë të dobishme, por edhe pjesa e vogël që mund të shkaktojë dëme nga më të ndryshme, duke filluar nga aroma e keqe deri tek infeksionet. Këto baktere ose mikrobe mund të eliminohen përmes dushit që është aq i rëndësishëm. Ndaj bëni si të bëni dhe mundohuni të gjeni ujë për tu larë që t'i shpëtoni infeksioneve.